Vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, Ivanka dhe bashorti i saj Jared Kushner qëndruan në Shqipëri këtë të mërkur në një vizitë të cilësuar private, e cila sipas të dhënave lidhej me planet për ndërtimin e një eko-resorti në ishullin e Sazanit dhe në zonën e Zvërnecit në Vlorë. Çifti Trump-Kushner mbërriti në qytetin Bregdetar në masa të repta sigurie, siç tregojnë këto pamje, dhe ndalesën e parë e patën në një kompleks në zonën e ujit të ftohtë, ku mësohet se zhvilluan takime me arkitekt për investimet strategjike në sektorin e turizmit në Shqipëri. Projekte turistike të udhëhequra nga Jared Kushner dhe vizitat e përsëritura të vajzës së presidentit SBA-ve në Shqipëri kanë zgjuar interes ndërkombëtar dhe e kanë vënë Vlorën, por jo vetëm, në fokus të vëmendjes ndërkombëtare. Mbi 60 studio, vendase dhe të huaja janë ftuar të prezantojnë ide dhe koncepte zhvillimit të standardeve më të larta në Sazan dhe Zvërnec, me synim kthimin e jugut në një destinacion të turizmit luksoz. Pas takimit, vajza dhe dhëndri i presidentit SBA-ve qëndruan në zonën e hidrovorit në Akërni dhe në disa zona të qytetit Bregdetar, mes tyre Zvërneci dhe zona e Porto Novës. Në masa të repta sigurie dhe të shoqëruar nga një grup arkitektësh, ata pa nga afër zonat me potencial zhvillimi. Çifti Trump-Kushner u fiksua dhe duke shkrepur foto në peizazhet e Bregdetit shqiptar, disa prej të cilave ndoshta do mund t'i shohim në vijim në profilin në Instagram të vajzës së presidentit të SBA-ve, ku Shqipëria shfaqet vazhdimisht. Në dhjetor, Ivanka Trump zbuloi se madje ka filluar të studiojë historinë e Shqipërisë dhe të njihet me artin dhe kulturën e vendit tonë.